Për nga ajo pjesa ime, po e them, gabim më i madh është kur s'jam i bindur për ta bërë një punë të mirë. Okej, faleminderit shumë. Cila është rënja e çdo të keqe je për njerëzimin? Pa-aftësia me dasht. Pa-aftësia me dasht. Okej, shumë e thellë. Cila është humbja më e madhe që mund ta përjetojë një njeri? Mendoj që është pikrisht kjo. Sillet rreth asaj që e thash pak përpara, që të ndjehet i padashur. I padashur. Që do të thonë i vetmuar totalisht, po mos ta ndjen nga askush atë dashuri, as nga Zoti. Kjo është gjëja më e tmerrshme që një njeri mund ta ndodhë. Faleminderit shumë. Të përjeton. Cila është lumturia më e madhe? Lumturia më e madhe, mendoj, pranimi i vetvetes ashtu çfarë je dhe angazhimi i përhershëm për ta realizuar atë që Zoti ka dhënë në vetveten tënde. Faleminderit shumë. Misteri më i madh, cili është i kësaj bote, i kësaj jete? Po vet ne jemi një mister, njeriu. Vetë njeriu. Po. Jo universi? Po e thash këtë... Edhe na jemi bashkë aty. Mini misterin që jemi në këtë univers, po besoj që ne mas pari jemi një mister që nuk arrim asnjëherë të zbulojnë tërësisht atë çfarë jemi. Faleminderit shumë. Cili është personi më i rrezikshëm? Ai i cili po e tham ndryshe nga ajo që e thash përpara, kjo pa-aftësia për mos me dashur, por po e tham ai që s'ka marrë për kur gjë. Ai që s'ka marrë për kur gjë. Vërtet është i rrezikshëm. Faleminderit shumë. Ilaçi më i mirë për njeriu, cili është? Unë jam shumë i lidhur me nënën Tereze për shkak se kam edhe ditëlindjen bashkë me nënën Tereze. Është pikërisht dashuria. 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 Forca më e madhe cila është? Forca më e madhe, besoj është besimi. Besimi. Dhe fundit, cila është gjëja më e bukur në botë? Gjëja më e bukur në botë, mendoj që është aftësia për me e dash tjetrin. Aftësia për me e dash tjetrin. Po. Gjithë ta përgjigjet mi dhe rreth dashurisë. Faleminderit shumë për këto mesazhe që i përcollë dhe kaq rëndësi që i dhe dashurisë. Besoj që dashuria është shumë e rëndësishme sepse vetë Zoti, Jezusi që na ka shfaqur Zotin, na ka pru Zotin, na ka shfaqur si Zoti dashuri. Dhe kjo është burimi i çdo gjëje të bukur që ne mund ta kemi. Pa dashuri, s'arrim ta duam as veten, as Zotin dhe as tjetrin. Është burimi i çdo gjëje të mirë që ne arrim ta kemi në jetën tonë. E vetmja gjë që mund ta shpëtoj botën është dashuria. Po, ka thënë edhe nëna Tereze. Ka thënë nëna Tereze. Faleminderit shumë. Faleminderit Don Fatmiri që ishit sonte në Libero. Kënaqësi për bisedën që e zhvilluam. Faleminderit juve. Kënaqësia ime. E përcjellim me Duart Rokitje. Faleminderit shumë. Të merrni librat.